Përplasjet politike dhe akuzat në mes të Ministrit të Financave Kurran Murati dhe kryetarit të Komunës së Prishtinës përparem Roma kanë ngritur tensione të forta si shkak i bllokimit të buxhetit të Komunës së Prishtinës. Roma ka akuzuar Kurran Muratin për bllokimin e buxhetit komunal, duke e quajtur një veprim të paarsyeshëm, që po i dëmton rënd qytetarët e kryeqytetit. Përparem Roma u shpreh se bllokimi i buxhetit ka ndikuar direkt në financimin e projekteve të rëndësishme për qytetin. Ministri i Financave, Kurran Murati, tha se bllokimi i buxhetit është një shkak i mungesës së transparencës nga kryetari përparem Roma. Nga ana tjetër, Murati ka shpjeguar se nga komunat ka pasur shkelje të procedurave ligjore, duke theksuar se ky veprim ka për qëllim mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Ndërkohë është e paqartë se si mund të tejkalohet kjo situatë. A mund të gjendet një zgjidhje përmes dialogut politik, apo tensionet do të vazhdojnë të shtohen?